është inventari i plot dhe të gjitha ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë të qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Kjo besoj është shumë e rëndësishme, ashtu si kundër është e rëndësishme që të gjithë të fillojnë edhe të mendojnë për të marrë masa për të përfshirë në skemën e re të sigurimit të shtëpive nga fatkeqësitë natyrore, gjë që do ta sankcionojmë edhe në ligj, tekset do të kalojnë në një nivel tërësisht tjetër vëmendje, trajtimi dhe mbështetje. Kjo do të thotë që ndër të tjera zjarfiksit do të përfshihen në formulën e rritjes pagave të forcave të armatosura, të cilat sot janë dëshmitare të një rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të pagave, me synimin që në Shqipërinë 2030 ne të kemi një forcë të armatosur të Republikës Shqipërisë në mesataren e pagave të NATO-s, që është një synim shumë ambicios, por plotësisht i realizueshëm. Sot kemi forcat e armatosura më të mirë paguara të rajonit, ndërkohë që kur e kemi nisur këtë proces, kishim forcat e armatosura më të keq paguara të kontinentit dhe do të shtojmë në mënyrë të ndjeshme flotën e dronëve. Kemi përgatitur dhe jemi duke u marrë për ditë, qoftë me porositjen e dronëve me kamera termike për të monitoruar në kohë reale pyjet dhe për të kapur sa më shpejt sinjalin e zjarit, ashtu si kundër jemi duke vlerësuar porosit për dronët që bëjnë mbjellje, sepse është dhe ky element tjetër i rëndësishëm që të mendojmë menjëherë për ripërtritjen e atyre territoreve që digjen nga zjarret.